Rrugës për në Suharik bëm një ndales pak më ndryshe në dalje të qytetit aty ku gjendet Zvicra e Kosovës. Kështu e quajnë jo vetëm banorët, por edhe çdo vizitor që e shkel këtë vend. Me rreth 12 kilometra në juglindje të qytetit të Suharikës ndodhet fshati Vraniç, një ndër fshatat më të veçantë të këtij qyteti dhe jo vetëm. Ai çfarë bën të veçantë këtë fshat është pikërisht historiku i këtij vendi, e në fakt edhe pasërtia e cila arrin të jetë në nivelin më të lartë. Ky fshat njihet edhe ndryshe si një mini Zvicër e vogël pikërisht këtu në Suharik. Veçantitë e tjera, e që është edhe një detaj tjetër, cilin s'po zbuloj pikërisht në fillim, do keni mundësi ta ndisni përmes këtij materiali, cilin po e përgatisim sot pikërisht për ju nga Vraniçi i Suharikës. Vraniçin më së miri përshkruajnë vetë ata që janë rritur atje. Mirë se gjatëm. Mirë se erdhe, respekt për ju, për vizitën tuaj. Mikritja si gjithmonë do t'jetë në nivel. Respekt për ju, për gjithë ata që ne vizitojnë. Respekti pa kufi. A dhe Tahir, unë e lavdova goxha shumë Vraniçin. Po të them të drejtë. Ke pas plotësisht drejt. Se fshati Vraniç vërtet do një fshat që ka meritat të ndryshme, pe më të ndryshme. Si është Vraniçi? Vraniçi është për mrekullim mjerisht, për mungesën e shumë bashkëdhetarë, mërgjimtarëve, mërgatët që nuk i kim këtu, për ndryshë është shumë mirë. Fshati është një fshat i mrekullueshëm që pak rrallë gjen në Kosovë sa fshat me këtë pozitë edhe me këtë mirëmbajtje që ka në vërtet një pastërti të mrekullueshme. E çka po ju bën juve banorëve kaq të dashur, kaq të afërt me këtë fshat, sapo anini ta ruani them si shtëpinë e juaj? Po realisht është shtëpia jon, se pe kryetarit e atë mirëmbajtjen e pat në rrugë atje, që jem këtu që interesohemi për mirëmbajtjen, për pastërtinë e fshatit. Është një fshat edhe e them këte falë angazhimit të mërgatës tonë, që para 2 vite, për shkon viti 3 për bantë, e kanë formu shoqatën humanitare Vraniçi, që në kuadër saj figuron mirëmbajtja e fshatit e pat, me gjitha pajisjet automjetin cilët është siguru me fondin e, s'po të tham shoqatës me fondin e fshatit, edhe e ka gjitha pajisjet, mjetet e punës, të siguruar nga donatorët tanë, falas për atje. Do të thotë mërgata, ani pse janë larg kështu fizikisht me zemrën. Mërgata janë me zemrën e me shpirtin në fshat. Edhe nuk largohen kur dhe në shumë agjil. Shumë vigjilent janë për të interesuar për mbajtjen, për pastërtinë, për vendlindjen e tyre. Edhe ofrojnë edhe tolla goxha shumë për të investuar. Absolut, po konkretisht me fondin që organizon shoqata, bën gjitha këto mirëmbajtja, këto të mira të fshatit. Vraniçi, përveç se njihet si një ndër fshatrat më të pastërt në Kosovë, për çka tjetër njihet fshati? Fshati Vraniç si karakteristikë të posaçme ka organizimin e festave. Këte konkretisht... Jo sevdali, po kombëtar dhe adhëtar. Po e marrë festën e parë ditën e flamurit në ndorë 1968. Ku fshati Vraniç, që atëherë fshati Vraniç ka organizu festën e flamurit, është tani xhamia, ka qenë dikur Franci shtëpi kulture, dhe ka organizu aty janë therë bika, janë orë i gjithë fshati, të organizum me flamur, kanë thirë daullet, dhe kanë fillu që nga aty, nga fronti, kanë vazhdu nga fshati Popovlan, ku ka pas Sërb, dvoran, dhe mushtes që mas klasmi ka pas bi 300 shtëpi. Fshat edhe kanë shku gjënë qendër fshatit, ku ju kanë bashkan gjitë edhe bashkëvendas tjerë shqiptar, edhe kanë vestu fjesën e flamurit. Edhe pse, në kuadër të asaj fese ka pas të arrestu me dënum, po kryesisht Vraniçi din të festoj. Edhe para 2 vite, viti 3 tani ditën e pavarësisë, fshati Vraniç ka organizu, konkretisht ka qenë iniciativë e mërgjimtarëve tanë. Dhe kanë organizu në qendër fshatit, aty ku ishmi të lavidari, kanë organizu një fest, vërtet fest këndshme, edhe paharrueshme. Jem mundu me bo tradicionale, po e kemi një fest tani ma vonë me 3 gurë që në vje fest tradicionale, po në bonë pak si shumë, nuk e di. Do të apojmë tradicionale, po në disa vite, qoftë gjysë dekada, apo në dekadë njëherë. Edhe aty është theri bik, edhe kanë qenë ftum pa dalim, kemë bo ftesë të gjithë aty në të interesum për me vestu ditën e pavarësisë me arë Vraniç, me ushqime, me pije, me qenë, gjitha ka qenë gratis. A po keni nevojë me dalë jashtë fshatit, a gjitha nuk e keni në fshat? Ja. Për gjitha.
se e pam që në fshati keni gjitha. Jetesa është... I kem fatbarësisht jetes dhe ambient ma të bukur unë nuk di. Unë për këtë, po thamë me madhon Gjermani, nuk shkoj me jetu unë asë Gjermania së Zvicra. Jo, po ashtu është krason e lirshëm, ja këshu në qëfar ambient e qëfar pasërtije. Lirshëm unë me krasumë në një fshat Zvicrës. Urnoni, shiqoni tjetër kuna, ko këso ambienti. Po mërgjimtar që e në Zvicrën, e bashkë... Janë të knaqshëm, përkrojnë të aksione, janë antarë gjithë parafërsisht, gjithë janë antarë shoqatës pa hezitim kur e shohin këtë ambient, këtë angazhim në fshat, këtë mirëmbajtje të fshatit ka se pa hezitim, janë pa dallim. Nga ky ujë që një rjedh, nga burimi i fshatit juaj, arrini ta përdorni për pije, për gjanat e juaj apo? Jo, realisht ky gjatë verës zvoglohet shumë. Jetë një sasi shumë e vogël e këtij ujit, po nuk shtërën kur, se ujnë atjerë të mundshme i kem fut në rrjet të ujësielësit. Edhe pse kem problem me rrjet të ujësielësit, nuk kem ujt mjaftueshëm, po këtu jetë një sasi e vogël pe gjitha këtu në proskave që rrjedhin, jetë një sasi edhe gjatë verës ka. Edhe tani e kem një projekt pe bashkëpunim qeveri komunale dhe Ministria e bujqësisë në Prishtinë, edhe jem të i bon disa kanale për ujitje, që të ka mundësi sa ujë që të ka, ato kanale të ujitjes mujnë me ndiku për punimin e tokës bujqësore, mos me lanë djerë, që bilon gjithë Po, parafërsisht. Konkretisht, bërim kryesor i fshatit është mërgimi, duhet me ditë atë si fshat, po, mjerisht. Po, pastaj... Gëzaj madhi bashkëfshetarëve t'ju janë në diasporë. Shumë e vërtet, është mjerisht si gjithë ka, po përkundër asaj, ka dhe njerëz që kanë ferma ndryshme, punojnë me bujqësi, punojnë toka, kanë disa ferma, ka se, edhe ata që janë këtu janë të kënaqur. Dhe tani kem shumë biznese private që punojnë ndërtim, punojnë fasadem, edhe kanë gjithë veten, absolut gjithë ata që janë të shëndetshëm për punë, kanë punë. Kjo tokë e Vraniqit, cilën prej produkteve, cilat ne i mbjellim, arrin me kultivu më së miri? Konkretisht, është gruri, misri dhe livade. Konkretisht, po them, këtu janë këto. Jo me kopshte, me sene që ata dion përdhime, perime, kësajnë kështu. Pem, ka disa, po jo perime. Konkretisht, ma të gjana si po. Mungon pjesa e rinisë në fshat, zotit Dair. Në atë sa arritëm të shënim dhe sa po vinin në fshat, nuk është se po shumë. Nuk ka rini, mjeresht. Edhe në Zans në mungojnë me të madhe. Dhe në vitin 2012 dikun kem pas 900 Zans. Tani mjerisht kem vetëm 200 Zans. Shkolla e re ka fillu që po shkon për vitin e 6, akoma së ndërtu, kanë met me një farë mizeri kushtësh, qëfar janë në atë shkollë, është të rëthoj, kanë met në atë shkollën e vjetër, është mizeri, po shpresojmë që tani veç do të bëjë diçka, do të ndërtoj shkolla re, do të rënohet e vjetra, do të keni hapësirë fëmija, se kanë met vërtet sikur me qenë në i burg. Lirimi është i vetmi banor i kësaj ane i cila arrin të mirëmbajë fshatin i vetëm, ashtu siç edhe përshihet mirëmbajtja duke të jetë goxha nivel. Lirim, si të kemi dhe aje lot? Ja, ka pak mirë. Kryetari i fshatit, Klaudaj goxha shumë, puna pak a shumë vetë se po shihet, po si po shkon për ty? Për mu mirë shumë, në fillim më konë, po e kom pasë në kryetarin, zotri Taher Kulgecën, që më ka angazhuar si në fillim, tani ditëv, tani vetë jam angazhuar dhe që të mirë bëjë shumë. Kur për njës ditën, Lirim? A del herët mëngjes? Dalë në ora 7 në mëngjesit, ja filloj punën, dalë në qendër edhe aty e vendosi ka t'ja filloj punën, cilës rrugë, apo të vorrezat, apo të lapidari, çdo konë. Po qytetarët e fshatit, banorët këto, a janë të përshtatshëm, a respektojnë ndoshta këtë punën që ti po e bën, për shkak se po e shohim se pastërtia momentalisht duket jetë shumë nivel. Bashkëtorët e mirë shumë mirë. A rujt edhe ata pastërtia, ta letësu pak punën edhe ty? Qytetarët në basë kohë se mirë janë duke më respektuar edhe janë të vetëdijshëm në gjatë ambientit. Mirë mbajtjes, a? Po. Kryetari na tregoi që shoqata Vraniqi është një shoqatë e cila së fundmi të ka punësuar edhe ty edhe është duke përkujdes që të paguajë gjitha taksat edhe të jesh tamam një punëtor ashtu si duhet, a? Po, shoqata Vraniqi në bas fillim aty më ka punësuar mua edhe ai mirën me çdo send me shpenzimet mia me rrogën edhe me
trusin, on fjolla me këtë... Gjitha i paguin për Gjithat elementet ata i hikëj. A po të pëlqen si punë, apo ndjesh rahat në këtë punë që je duke e bërë? Shumë mirë, këtu jam angazhuar shumë mirë, më pëlqen se që edhe në gërbet që kom pas kërkesa, po nuk e lëshoj vendin që më ka pëlqy zanote. Në Vraneq, vendin te ma mirë edhe punën e kam mirë, e kam një respekt jashtë mose ndaj fshatit edhe shumë mirë. Kje po e bën më atlet. E na po të urojmë veç punë në borë. Faleminderit shumë edhe ju faleminderit që keni ardhur. E vjetra s'harrohet, shtëpia me kujtime që nuk rënohej kollaj. Këtë bashkjetojnë e kaluara dhe e tashmja, nën të njëjtën qati. E tani gjendem tek një për shtëpive thuajse të vetme që ka arritur të mbijetoj nga djegja e cila ka ndodhur pikërisht në fshatin Vraneq. E shumë kënaqësi që në këtë shtëpi ende ani pse dita e ditës vazhdon të jetoj zoti Aslan. Mirë se gjatë zoti Aslan. Mirë se keni ardhur. Kur është ndërtu kjo shtëpi? Se po e shoh që tjetër 70-ën. 1970. Po 1970-ën, kena ardhur. Është ndër të vetmet shtëpi që ka arrit të shpëtoj djegjes masive që ka ndodhur. Po, çtu pari po. Çfarë kujtimesh ka për ju kjo shtëpi? Po mirë. Na tregon që në këtë shtëpi gjatë Mirë që tu na rritet, që tu na ka rrit nona, domon, mos ta herë din që tu na rrit mirë. Mirë kena kalu, shumë me vota shti. Në këtë shtëpi është dhënë buk edhe gjatë periudhës. Po, vallahi, sa kena mujë, domon, me zemër, me shpirt. Po sot, po vazhdoni me jetu endën të? Po, edhe na ditë, jo, kem shpina ata ne e kem. E keni shtëpinë e po kjo vjetra, po jo me që no, gruaja eme që ju kam tek këtu, po domon halo e babukun e bashkut rrim këtu, që shpinë kem anë tare. Po trit nipat e juaj familjar. Nipat po kanë qef këtu. Po, ç'sho. Po çka po e bën ka veçantë? Vallahi se di, veç a beso që më shef kanë edhe kushit të monet. Për zotin po. Kjo ka qenë dikur edhe Oda. Po Oda po këtu, dita hesa buka udhon këtu. Tu kanë orë gjenë pa ndër prej meqe shokë, ka të nore, gjithë kanë orë. Dërsha mjë. Duket asë gjës ka ndryshu. Duket edhe në atë kohë ka qenë një shtëpi moderne. Po shka me për në atë kohë kone mirë botë, pa ta shti, po shpijat po nërshujnë, po marujnë, mirë kone atë kohë. Vraniqi ka dhe diçka që nuk ka asnjë fshat i Kosovës. E tash jemi të një prej veçantit të këtij fshati që gjithashtu e karakterizon këtë vend, e që është WC-a publike, e që në fakt në shumë prej rasteve as në shtetet tona në Kosovë nuk ka, mirë po Vraniqi e ka një të tillë. Si erdhë deri tek realizimi i kësaj WC-e publike? Konkretisht them janë iniciativa të djemve tanë që i kemë mërgim. Në organizim të shoqatës Mërgatës që është themelu Vraniqi para 2 viti 3 si vjetë, dhe ata të gjitha iniciativat i marrin, të thotë ka qenë iniciative tyne që të kemë një banje publike këtu. Edhe pse kemë pas shumë vrejtë ankesa që nuk mund më mirë mbajtë, se në sigur dikur që kanë qenë banjet publike. Tani, po them jem shembull. Unë nuk besoj, nuk di në qytete a ka diku në qytet, apo në fshat hiç se hiç. Për Prishtinën e kemi 70 cent, dhe mirëmbajtja është me lek. Ja, këtu është pa lek. Këtu është pa lek. E kemi mirëmbajtjen e fshatit, ai nga 2 herë në ditë pason. Që mëngjes edhe kur i lënë në orën e punës, 2 herë në ditë pasohet kjo mirëmbajtje tamam si me qenë familje. Është e vështirë? Jo, absolut. Për mirëmbajtje? Absolut, e ka ujin. E ka ujin e rregull. Po tani qytetari kur çeti që e lën pastër edhe ai kur kryen. Nuk ka çore pa. Kur kryen aty, edhe e lën pastër. Është mirë, është do të them është ne nuk kemi vërejtje. Është vetëm janë në fshat. Nuk ka një të tillë. Jo në fshat, s'kem, po nuk besoj asnjë fshat, jo në komunë tonë, po asnjë nuk di unë në fshat komunë tjetër. Me realizu 2 të tilla, me qenë se fshati e guxoj. Jo, për moment se pasi që këtu është si stacioni autobusave, këtu është qendra, këtu kemi lapidarin, kemi përvjetore, kemi udhëtar ndryshëm që qarkullojnë, qendra realisht është këtu e fshatit, dhe për atë kemi parapaqe që të jetë këtu. Edhe është ka funksionon super. Ky ujë është
I marrën për këtyne familje, është privat, po që s'mungon asë njëherë, kem këtë ujë e shfrytëzojmë edhe për banja edhe këtu, kur njëherë nuk ka ndërprerje. Fshatarët e Vranicës e shfrytëzojnë. Arrin me shfrytëzu edhe arrin me pas zemrën as madhe sa që me vendosin përdorime edhe gjona të tjera që i kanë kështu. Vinë edhe për fshatave tjerë marrin ujë këtu për nevoja, kështu sa është ujë i bjeshkës, është ujë i mirës. Edhe po vrehet edhe prej të ftohtit që. Apo vrehet, Ky vend është kthyer në shembull për shumë fshatra të tjerë të Kosovës.